festë mrekullueshme edhe për shumë vjet na ka gëzuar. Është dita e verës dhe dita e Baba Refatit, apo jo? Po, Jeni nga zona? tu na zona jemi. Vini çdo ditë vere këtu? Çdo ditë vjen vi. Është se rruga është e vështirë. Po, rruga që ka vështirë, po ja na vash erdhëm, si moshatar që jemi. Qa da bëjmë? A i gëzuar për shumë vjet, qoftë një vit e mbarë. Të drejtë aty te kamera muhendiste. Jeni bashkuar festën së sotme, çfarë simbolizon? Ditën e verës, ditën e ardhjes së pranverës. Jemi munduar nga patosi, fëmijët kanë ardhur nga Suedia edhe po festojmë këtu. Gëzuar për gjithë shqiptarët. Pse keni zgjedhur pikërisht Faktikisht unë jam banor i zonës, diku këtu kam jetuar vetë nga patosi fshat, po kam ikur si gjithë të tjerët, edhe me duam dhe fëmijët me që kanë qenë larguar, kishin të vinin këtu tek. Është se terreni është i vështirë apo jo? Shumë e vështirë, asi që shikon me mbesën. Gëzuar. Ju sot keni ardhur në Kurzes për të bashkuar ditën së verës dhe ditën së Baba Refatit apo jo? Po. Uroj për ditën e verës të gjithë besimtarëve mbarësi, lumturi në çdo shtëpi të kenë. Nga cila zonë keni ardhur? Në Patozi fshat. Është traditë e përditshme? Vit për vit festojnë këtu, është gjë e bukur. Zoti ndihmoft tërë. Me çfarë keni ardhur deri këtu, sepse terreni është shumë i vështirë? Në kem. Edhe unë nuk kam. Roshi. Po, do shkojtur. Këto vendet janë vende mira, do parë, do rrugër atë parë kur tha ky shoqi dhe çdo gjë pastaj mund të rregullohet. Nga cilat zona vini? Këtu vinë, këtu zonat edhe nga Fieri vinë. Nga Fieri vinë nga fshata tu, Vërdall. Po turistë huaj vinë? Po edhe vinë, kanë ardhur. Kanë ardhur, po s'ka rrugë, s'ka asgjë. Sinjalistik për të orientuar. S'ka, ujë nuk ka. Pastaj duhet edhe ujë të atë parë. Çdo gjë duhet. Kështu që këtu nuk ka. Po e ujit, është larg që këtu. Është më poshme, nuk është depo. 50 metra. 80 metra më poshme. E pavarësisht kësaj ka mungesa apo jo? Po, ka mungesa. Çdo gjë. Faleminderit. Ju jeni nga zona? Gjorgos. Pavarësisht se terreni është i vështirë, ju i bashkoheni kësaj dite. Po, çfarë të bëj? Me çfarë keni ardhur? Në makinë. Çfarë simbolizon dita e sotme këtu në Kurzes? Po ja këtu bashkohen gjithë njerëzit. E kanë ngelur kjo si ditë feste sot. Dita e verës përkon me ditën e Baba Refatit. Edhe me te, dikon thonë, ata që më të vjetrit, edhe me te, mlidhe. Po ja mlidhemi këtë për ditën e verës, është bashkime, është gjë e mirë. Vim, ndezim në i qiri, Zoti na i bëj mbarë të gjithëve, dhe qoftë behar i gëzuar. Dhe e ndjekim gjithë një këta vim shpesherë se si vendi mirë, edhe i përshtatet ti vendit, po që ka edhe mungesa, ka edhe pa plot dëshira me fjallë që s'plotësohen, jo rruga, jo gjera, jo tjetra, po që me gjithate, sa mund që kemi, jemi bashkuar. Po. Për çdo vit. E keni kërkuar se banorët të zonës ndërtimin e rrugës? Rrugën e kemi bërë, që disa herë kërkes, ndash nga komuna, ndash nga bashkia, po nuk ve njeri dorë. Sa kilometër rrugë është amortizuar tërësisht? Shikoti, kjo nuk e shumë rrugë e gjatë deri këtu poshtë, në fakt këtu se është depo ujë që ka merë patosi, është e bërë rruga, po thuj se, as 2 kilometra rrugë nuk duhen për këtu ja. Edhe vjen makina fikës, edhe njerëzit vinë tërhaqëm, se ka njerëz, ka mungesa që s'kan ardhur njerëz. Nuk vinë njerëz sepse na punë rrugës. Kjo është. Shkuar festë së sotme, çfarë simbolizon? Ditë e verës. Për ditën e verës, për mbarësinë për fëmijët e për çdo lloj gjëje. Ju ndezni qerin te ky vendi këtu? Po, i ndezim. Po, vendi shenjtë ndezim qerin gjithnjë. Vit për vit ditën e verës vim, edhe kështu në ditë të tjera prapë vim. Nga cila zonë keni ardhur sot? Ne jemi nga Patozi fshat. Pavarësisht terrenit të vështirë, me çfarë erdhët? Me kem, ta bën Zoti mbar për çdo lloj gjëje. Shkuat tek te qeja Baba Refatit? Po, vajtëm brenda, ashtu aty është çdo gjë. Do ndezim qerin tani. Do ulemi, do konsumojmë ndonjë gjë aty.
është viti I parë që vini këtu? Jo, vim vit për vit. E na e bëm mbar Zoti. Na kënaqja rruga e poshtë. Dhe kaq. Erdhët me kam apo me makinë? Edhe me makinë kështu të traktor. Nga cila zonë? Ktu nga Cakri. Ktu nga Cakri. Në pavarësisht të vendit të vështirë, ju... Vendi shumë I mirë këtu, po... erdhëm me të keq. Do ishte mirë të ishe shtruar rrugat, kishe se... Po sa mirë, gjithë Cakri këtu do ishte. Edhe Fieri, mos Cakri. Po s'ka rrugë. Urimi juaj për ditën e verës. Verë, mbarësi, qoftë gjithmonë. Këtu kënaqet, gjithë Shqipëri kënaqet sot. U bëj qejf dia në Elbasan që ishte mbushur plot rrugat. Po këtu s'ka rrugë. S'ka. Do ishte shumë më mirë të kishte rrugë. Edhe këtu do ishte më mirë se në Elbasan. Prej sa vitesh ju vini këtu e keni traditë për Po unë rrallë kam marrë. Rrallë se s'ka makinë darë. Jam ushtatar, që do të kem. Njerëzit po është problemi se këtu nuk ka me besimtar. Sepse besimi ka humbur. Se po të ishte besimi I sakt, do të kishte njerëz plot. Edhe emigrimi I ka larguar të gjithë. Ju faleminderit. Të një ati shiste të shi edhe zona këtushe, bëjnë e ullë që të dhe vina ta në dhe marrë një gjithë labë, të labë së dhe. Edhe dhe të në atë të unë e bashkëja të, a e labë të në mëjë të labë, po datë në këllon të se të një në të 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 të. Kjo aty po. Ora News I thoi edhe Syri Kora. Ja të vim e vrap këtu, se do... Hadi no matemática. Qa po mere mirë që ku. Nuk kam keq lartë po. Që se gjë fare.